Iranit dhe vetëm që Amerika do të pasojë dhe ekonomia amerikane. E qartë. Mirë, Zotauti, për të kaluar tek një tjetër çështje, presidenti i SBA-s Donald Trump pretendoi se Rusia edhe Kina po kryejnë teste të armëve bërthamore dhe thashë edhe SBA duhet ta bëjë këtë pa qenë më specifik në lidhje me testet e supozuara që mund të ndodhin. Pyetja është nëse a mund të konsiderohet tashmë kjo deklaratë si nisje e një gare të re bërthamore dhe ndërkaq cilat do të ishin pasojat që do të kishte kjo për arkitekturën e sigurisë globale që u ndërtua pas luftës së ftohtë. Po, pas luftës së ftohtë kemi ndërprerjen e testimeve nukleare, për shkak se bindet në atë kohë diplomacia se nuk është e mundur që nëpërmjet armëve bërthamore të fitohet një superfuqi tjetër, për shkak se ajo do të nënkuptonte shkatrimin e botës. Dhe besoj që në intervistën e fundit që Trump e tha ne kemi arsenal nuklear sa që 150 herë të shkatrojmë botën. Pra ndoshta kanë 3.000-4.000 bomba atomike, që për ta shkatruar gjithë botën ndoshta do të mjaftonin 500 apo 100 bomba atomike për ta shkatruar civilizimin botëror. Në anën tjetër e kemi Rusinë, të cilët kanë ende më shumë bomba atomike, besoj mbi 6.000 bomba atomike. Ju e përmendet edhe Kina zyrtarisht thuhet që kanë mbi 500 bomba atomike, po ata vazhdojnë të prodhojnë të tjera, sidomos tani në periudhën e Trump, kur ndihen të kërcënuar nga një sulm i mundshëm me shtete proksi, pra duke i bashkuar Filipinën, Korenë Jugore, Tajvanin, Japoninë dhe ndoshta edhe duke e kërcënuar nëpërmjet Indisë, mund të ndodhë një sulm i tillë që me mbështetje amerikane të sulmohet edhe Kina, prandaj ata përgatiten dhe prodhojnë ende bomba nukleare. Mirë po, kjo çka e deklaroi Trumpi, kuptohet që është një thyrje e marrëveshjeve apo traktateve ndërkombëtare, të cilat janë pajtuar shtetet e fuqishme bërthamore që mos prodhojnë teste nukleare, për shkak se edhe e dëmton, si ta quajmë, klimën globale apo gjithsesi ozonin e dëmton, prandaj edhe është marrë një vendim i tillë. Dhe është marrë një vendim i tillë se nuk ka nevojë të prodhohen më bomba atomike, për shkak se ka më shumë se sa nevojitet një shteti që të ketë. Dhe kjo kuptohet që do ta hap derën që edhe shtetet tjera të fillojnë të testojnë. Një nga ata që mund të fillojë të testojë mund të jetë përsëri Korea e Veriut, për shkak se edhe ata e ndërprernë testimin e bombave nukleare, po mund të ndodhë që edhe Irani të bëjë një testim të bombës atomike. Po ashtu Izraeli nuk ka bërë testim të bombave nukleare, edhe pse thuhet se Izraeli ka bomba nukleare, mirëpo ato asnjëherë nuk e kanë testuar atë. Ndoshta është koha që ta testojnë, se ndoshta ata kanë plane që ta përdorin sidomos kundër Iranit. Dhe unë besoj që ky testim që bëhet në Amerikë nuk bëhet që të përdoren ata bomba nukleare kundër Rusisë, për shkak se të përdoren kundër Rusisë do të thonte vetvrasje për SBA-n. Mirë po ato ndoshta mund të përdoren që Izraeli të përdor ata bomba atomike kundër Iranit. Një scenario të tillë mund të parashoh në vitet e ardhshme apo në muajt e ardhshëm. E qartë, Zotauti, Shtetet e Bashkuara janë tashmë në presion për të respektuar këtu edhe traktatin e ndalesës së plotë të testeve bërthamore, megjithëse nuk e kanë ratifikuar pra zyrtarisht. Nëse SBA-ja do të riniste testet bërthamore, a do të hapte kjo rrugën që Rusia, Kina, India apo nga ana tjetër dhe Korea e Veriut ta përdornin këtë si një justifikim për të hapur një garë armatimesh? Po tani Rusia vazhdon që të prodhojë sisteme të reja të armatosis, sidomos të raketave balistike interkontinentale. Kjo çka do të thotë se prej Rusisë mund të goditen caqet në SBA, sidomos për shkak se prej aty i kanoset rreziku. Dhe gati çdo 3 muaj apo 6 muaj Putini kryetari i Rusisë del me një deklaratë dhe thotë që e kemi zhvilluar këtë sistem, atë sistem. Dhe të gjitha ata raketat e reja janë hipersonike dhe nuk ka mbrojtje ajrore kundër atyre. Pra nëse ata drejtohen drejt SBA-ve, nuk ka sistem mbrojtës SBA-ja që t'i shkatroj ata në ajër. Pra të gjitha ata raketat kundër ajrore që i ka Patriot apo THAAD, ata nuk
nuk e kanë atë potencial që raketat hipersonike t'i shkatrojnë në ajër dhe kuptohet që Amerika për shkak se ka mbetur në dizavantazh në këtë aspekt, Amerikanët ende nuk e kanë raketat hipersonike, ata tani kërcënojnë me testimin e armëve bërthamore dhe thuajnë që nëse ju na sulmoni me raketa hipersonike, ne do t'i përdorim armët bërthamore. Pra kjo një shenjë friksimi nga ana e SBA-s, që ka mbetur mbas me teknologjinë, mirë po në të njëjtën kohë dëshiron që ende të mbaj rendin botror në udhëheqjen e tyre, por tani, si thash edhe më herët, nuk janë vitet e 90-ta, ka ndryshuar bota, ka ndryshuar teknologjia. SBA-ja duhet dal ngadalë që të tërhiqet në territor të tyre, për shkak se me teknologjinë nukleare shumë shtete tani mund ta prodhojnë, mund ta prodhojë edhe Turqia, sikur e prodhoi edhe Pakistani bombat atomike. Besoj që Irani ndoshta edhe e ka, përderisa Korea e Veriut e ka me bombën atomike me gjitha të teknologji që konsiderohet se është e prapambetur në aspektin teknologjik si shtet, kjo do të thotë se edhe shtetet e Amerikës Latine mund të prodhojnë, për shembull Venezuela, pse jo? Apo Kolumbia në bashkëpunim me Brazilin dhe ndoshta në të ardhmen edhe Argentinën, edhe ata mund të prodhojnë ndonjë bombë atomike dhe në atë aspekt Amerika do të ndihej e drejt për drejt e rrezikuar, sikur ndihej e rrezikuar kur në Kuba kishte raketa të cilat ndoshta edhe ishin raketa nukleare, të stacionuar aty në kohën e Bashkimit Sovjetik dhe që solli në një krizë në mes SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik dhe parafërsisht do të fillonte një luftë nukleare shkatrimtare për të gjithë botën në vitin 1962 në kohën e John Kennedys. E qartë, zoti, mos ndoshta i gjithë kjo që po ndodh tashmë dhe deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump pra tregojnë se po përballemi tashmë me një mospërputhje të qëllimshme mes retorikës politike dhe nga ana tjetër realitetit teknik. Më falni, po nuk e kuptova pyetjen. Atëherë, apo përballemi me të gjitha këto deklarata që po bën presidenti Donald Trump me një mospërputhje të qëllimshme pra mes retorikës politike dhe realitetit teknik, dhe është kjo pjesë e një strategjie për t'i trembur kundërshtarët sesa për të vepruar në këtë rast? Po, pikërisht, kjo është një taktik për t'i trembur kundërshtarët, për shkak se teknologjikisht SBA-ja nuk qëndron në pozitën që do dëshironte që të jetë. Mirë po ata politikisht ende e ndjejnë veten si superior. Kjo kuptohet është pasojë e dominimit të botës së tyre mbas luftës së dytë botërore, mirë po edhe atëherë kishim një sistem multipolar në kuptimin se edhe Bashkimi Sovjetik dhe Kina ndoshta ishin të fuqishme, mirë po pas luftës së ftohtë, kur Bashkimi Sovjetik u dobësua apo u shpartallua, prej viteve 90, Amerika e konsideron veten, mund ta quajmë si polic i botës, dhe kjo në aspekt psikologjik e dëmton SBA-n, për shkak se ende dëshiron që ta mbajë atë pozitë dhe mendon se nëse i kërcënon kombet e tjera apo shtetet e tjera, do të arrijë në ndrim të regjimit. Tani jo që kemi vetëm që i kërcënohet Venezuelës që ta ndrojnë kryetarin e shtetit të tyre dhe regjimin e tyre, partinë që udhëheq atë shtet, ideologjinë socialiste bolivare të Venezuelës, ata po ashtu e kërcënojnë edhe Nigerinë. Fjala se kemi diskriminim të minoritetit të krishterë dhe kuptohet që edhe Nigeria edhe Venezuela janë të pasur me naftë. Pra qëllimi është të vidhet nafta nëpërmjet kompanive amerikane të energjisë, dhe nuk është qëllimi për drogën, sikur është çështja për Venezuelën, apo për të krishterët, sikur është në Nigeri. Çdo herë gjejnë ata ndonjë arsyetim, po arsyetimi i vërtet apo qëllimi i vërtet është grabitja e pasurive të shteteve të tjera, ashtu që të jenë të pasur dhe të mund ta dominojnë të gjithë botën. Ashtu sikur që i vjedhin në Shqipëri të mirat shoqërore, i vjedhin minierat dhe i kanë të gjithë kompanitë të perëndimit dhe ju si konsumator të Shqipërisë të gjithë mallrat që i bleni janë të prodhuar në perëndim, ashtu që e kontrollojnë ekonominë e Shqipërisë dhe politikanët e Shqipërisë, ashtu përpiqen që ta dominojnë botën, duke i kontrolluar ekonomitë e tyre dhe politikanët e tyre, por kjo
besoj që është çështje e kaluarës dhe ka mbetur vetëm në aspekt psikologjik që të frikoj shtetet, mirë po ka shtetet të fuqishme dhe pushtetas që nuk frigohen nga kërcënimet amerikane dhe kjo është realiteti i ri i rendit të ri botror. E qartë. Zot Dauti, nga ana tjetër, Donald Trump ka thënë se vendet e tjera po testojnë nën tokë, pra ku askush nuk e di se çfarë ndodh, duke sugjeruar pra se SBA-ja duhet të ketë një përgjigje në mënyrë të barabartë sipas presidentit amerikan. A mund të jetë kjo retorike pjesës së strategjisë së Donald Trump për të treguar më shumë forcën e tij, apo nga ana tjetër një sinjal real për militarizimin e politikës amerikane? Po, tani ndodh që të ketë testime ndërtok, kush i bën ata testime ndërtok? Korea e Veriut i bën ata testime ndërtok, për shkak se ata shteti i tyre nuk është shumë i madh, nuk kanë shkretë të tjera, mirë po kanë male ku nuk janë të banueshme, dhe zakonisht ndërtok bojnë testimet nukleare. Një rast të tillë mund ta konsiderojmë edhe Pakistanin, për shkak se dim që Pakistani është densisht i populluar. Pjesa kur është për të jetuar, besoj që kanë mbi 200 milion banor si shtet, dhe ata testojnë ato pjese ku janë malet dhe ku ka shumë pak banor dhe testohet ndër tokë. Tani, para disa muajve kishte një supozim se edhe Irani ka bën një testim nuklear ndër tokë, por arsye se në një rajon dikund u parapase apo u dëshmua se kishte një tërmet dikund 5 gradë Richterit quhen ata, dhe besohet që kur bëhet testime nukleare, ndihet sikur ka pasur një tërmet. Tani ishte ajo një tërmet në Iran, se atje është një zonë e tërmeteve dhe ka shpesh, apo ishte një testim nuklear, këtë nuk dihet. Mirë po, kjo është realiteti dhe nuk janë të gjithë shtete si Rusia që ka gjitha territor dhe